Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilën nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt të rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat. Edhe ata që kompletuan në tërësi fituan. Të gjithë fituan, sepse të gjithë morën mësimin e madh. Mos zguxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të kërkosni, të groposni të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundua sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegë në sallë, urime shqiptarëve në tërësi, urime demokracia në tërësi. Dhe tash unë do them dy fjalë të tjera. Zoti kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjellë një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë po ndodh? Javën e kaluar, zoti kryetar, ishte planifikuar në 3 komisione të kalonte në tasimin të drejtave të ligjeve. Si skuthat, deputetët e kolegët e maxhorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u bllokua i pari i edukimit, që ishte të hënën në 12, u thasimi gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia për të qenë në program. Nuk nga ka ndodhur ndonjëherë kurrë një tërheqje e tillë, një zbyrthje e tillë dhe një mënyrë për të sabotuar një prekliq kaq të rëndësishëm, edhe ndaj saq që ndodh aktualisht në Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenca për të ndryshuar seksin që në moshën 13 vjeç e gjysmë, e them jo kot, 13 vjeç e gjysmë, dhe për të degraduar rinin dhe të vrapur rrugë pasaj propagandave LGBT, propagandave trans, ndryshimit të programeve mësimore dhe përshkuar pasaj nga ju e keni qartë që dete familja homo, si ky është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament. Javën tjetër të diskutohen në komision siç ka qenë programuar, të gjitha komisionet, ai ligj kaq i rëndësishëm, thelbësor, që kërkon të bllokojë një pjesë të këtyre rreziqeve të mëdha